Dhjetra persona që kanë punuar në shtetet e lindjes protestuan para drejtorisë së të ardhurave publike në Tetov, duke kërkuar anulimin e vendimit për pagesën e tatimeve. Ata argumentojnë se kanë qëndruar jashtë më shumë se 6 muaj, gjë që i liron nga tatimi, pasi bëhen shtetas jo rezident. Shumë prej tyre kanë qëndruar jashtë vendit mbi 183 ditë dhe sipas ligjit për tatimin personal duhet të trajtohen si jo rezident tatimor. Ky status nuk na njihet nga drejtoria të ardhurave publike. Dëshmit për qëndrim dhe punë jashtë shtetit nuk merren plotësisht parasysh nga punonjësitë e drejtorisë, kërkohet edhe formalizimi i largimit nga vendi dhe në disa raste dokument për tatime në vende me konflikte, gjë që shpesh është e pamundur të merret nga ne qytetarët. Ne nuk jemi kundër tatimeve, por kundërshtojmë ngarkesën e padrejtë dhe retroaktive. Dhe 5 vite mbrapa nuk është drejtësi, kërkojmë siguri ligjore. Qytetarët shprehen të revoltuar ndaj vendimit të qeverisë, duke thënë se janë detyruar të ikin për punë në vendet ku ka pasur konflikt për shkak të pamundësisë për të gjetur punë në vend. Ne shkuam atje për kujën e bukës, për ta mbajtur familjen, parët i harxhum këtu, tatimet i kemi paguajtur si nëpër shërbimet turqimores, kemi paguajtur edhe ndërtime edhe banesa kemi blejt. Domethënë parët janë derdh prapë në shtet. Domethënë kjo nuk është njerëzore dhe duhet shteti për këtë japë përgjigje që të na lirojnë nga këto taksa. Kjo është e palogjikshme. Na jemi krejt invalida prej punëve Irakit dhe Afganistanit. Kemi shkuar atje të rritim fëmijët, të hikim prej këtij shtetit, të largohemi se tash mas 10 viteve këto kërkojnë parët tona. Na i kemi harxhuar dhe parët. I lutëm qeverisë tash marrën masa ta ndryshojnë këtë ligj se ky ligj është abnormal. Por kemi. Ne i drejtohemi Amerikës. Ç'tash për ç'a nuk ndëgjojmë mirë, ç'a nuk jemi të lodhët, jemi të shkatruar krejt. Na e dënojmë Amerikën, këta na dënojnë neve. Banorët thanë se do të vazhdojnë protestat dhe u bën thirrje qyteteve të tjera të bashkohen në këtë nismë.